Shiko, të them diçka. Përgjimet në ambientet e paraburgimit ose në ambientet që ndodhen personat të cilët arrestohen janë normale për organin e akuzës, e cila mjafton që ato të jenë me një vendim gjykate dhe saksisht të përcaktuara vendi dhe mënyra dhe përfitimi që ata duan nga ky përgjim, dhe gjykata e lëshon urdhrin, pra e nxjerr vendimin. Kështu që Zoti Velia ka diskutuar në dienin time, ka diskutuar me vllajën e tij strategjinë, pra jepte e udhëzon po më saktë si ai këtë takonte, kë gazetar të takonte, me kë media duhet fliste dhe si ata duhet të denigronin gjyqtarin apo prokurorin sidomos prokurorin e gjykatës prokurisë posaçme. Dhe kështu që kjo ka qenë një përfitim shumë i vlefshëm nga ana e organit procedurës, ku e ka kapur të paprigatitur padyshim zotin Velia dhe përfaqësuesit e tij, avokatët e tij. Dhe kështu që kjo është një nga ato rrethana të rënduese ku zakonisht prokurorët paraqesin në gjykat si arsye që kërkojnë masën shtrënguese, siç është ajo arrestit me burg ose arrestit në shtëpi. Kështu që unë mendoj dhe në të gjitha këto, mendoj që nuk do ketë një ndryshim mase për zotin Velia.